Mirë se ju gjej. I themi mbrëma zotit Arber Rexhaj. Zoti Rexhaj, faleminderit shumë për gatishmërinë dhe mundësinë për të debatuar. Kushtrim faleminderit për te, ne ta falem vonesën, shpresoj që shikuesit do ta falin. Edhe unë shpresoj çdo herë shikuesi që është në mirë kuptimin tim, e di për një arsye, Arber, di cila është arsye? Hajde. Sepse unë i mirë kuptoj çdo herë ata. Sigurisht. Kështu që besoj që në këtë drejtim do të kemi një lloj reciprociteti. I them mbrëma zotit Halil Matoshi. Faleminderit shumë për gatishmërinë, zoti Matoshi na ke munguar. Ka përshtypje që një 2 ditë jemi së bashku. Knaqësi që jam këtu sonte, po jo që që kam mungu. Knaqësi që je sonte, po jo që ke mungu. Nuk ka knaqësi me mungu në politiko. Nga është rikthyer zoti Rit Berisha, kolegu shumë vjeçar, gazetar, autori i debatit në televizion publik për një 20 vite, 15 vite, ashtu diçka. Ridi, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Respekt, mirëmbrëma, faleminderit. Të mirëmbrëma zotit Fidan Rama në krahun tim maj për ta kompletuar debatin. Zoti Rama, faleminderit shumë për gatishmërinë. Mirëmbrëma, faleminderit kushtet. Shumë zhvillime sot, le ta nisim me konfirmimin e parë dhe me komentet e para. Lidhur me kandidaturën e Prishtinës, do ta pyes zotin Muja. Sot konfirmua zoti Hairullah Çeku, kolegu juaj, deputet dhe ministër, pasi diskutim, si e shihni kandidaturën e tij në mundësi eventualisht për të rikthyer kryeqytetin, a është e duhura ose jo, sepse ishte përfolur zoti Konjuksa që mund të jetë. Pastaj edhe emra të tjerë, të cilët emra dhe ndoshta më shumë edhe vetë ishin imponuar në kuadër të debatit, por gjithsesi u vendos për zotin Hairullah Çeku. Po mendoj që është Hairullah Çeku është një kandidaturë adekuate për kohën dhe prioritetet që ka kryeqyteti deri në vitin 2030. Prishtina do të jetë vend mikpritës i lojrave mesjetare, ta keni parasysh, dhe zoti Çeku ka qenë i angazhuar në këtë proces prej fillimit. Edhe përvoja e tij, edhe karakteri i tij politik përkon pikërisht për misionin që ka Prishtina si kryeqytet, po edhe si qytet. Sepse në Prishtinë kemi edhe 2 role. Ki parasysh kryetari i komunës i ka 2 kapela, po mbi gjitha komuna e Prishtinës është edhe kryeqyteti i Kosovës, andaj unë jam kaq i bindur që zoti Çeku do të jetë një kandidat i cili do të performojë mirë, do ta rikthejë komunën e Prishtinës. A pati unanimitet përse takon emrit të tij, sepse u përfolën emra të tjerë. Shembull, shumë kush priste se zoti Konjufsa do të jetë kandidat për kryetar nga radha televizive. Nuk kam qenë në mjedis e kush diskutu kjo, por personalisht kur e kam dëgjuar propozimin për zotin Çeku, jam i lumtur, sepse një edhe personalisht e njohëm gjatë kohë, është djalë i shkëlqyeshëm, i përgatitur punëtor, mendoj saktësisht çfarë i duhet një qyteti, kryeqyteti i cili e dini keni parasysh në 4 vitet e fundit ka pas probleme që ka njëherë mendoj edhe çush janë krijuar. Keni parasysh që Prishtina i ka ambicjet e veta, edhe Kosova i ka ambicjet e veta, para neve na presin shumë punë, edhe na duhet edhe një kryetar i komunës i cili është energjik, është aktiv, i përkushtuar ndaj publikës, dhe këto trajta i ka pikërisht zoti Çeku, unë e mbështes fort, edhe jam i bindur që edhe votuesi vendosjes, por edhe për te linja partijake, unë mendoj që zoti Çeku mund të ketë përkraje edhe tek gjitha shtresat. Gjitha shtresat e gjinit në Prishtinë. Ta marrë opinionin edhe të zotit Rexhaj, sepse Rexhaj ka më afër Çekun, marrë parasysh se është prizren Ali, zoti Çeku, dhe emri i tij ishte përfolur opsionalisht. Flitej o Prizren, o Prishtinë, u vendos për Prishtinë, për zotin Çeku. Çfarë lajmi është ky për juve, zoti Rexhaj? Fillimisht faleminderit për ftesën. Sigurisht në kryesi, në forume të lëvizjeve vendosje, emri, në fakt përfolja e emrave është gjëja më e zakonshme, sepse subjekte të rëndom, në këtë rast është subjekti jonë, pra i diskuton, ta themi kandidatët të cilët e kanë potencialin për të fitu, dhe natyrisht është kryeqyteti, por edhe qytetet të tjera e kanë rëndësinë në vete. Emri, në fakt, përfolja e Çekut në komunën e Prizrenit për edhe Prishtinës, e ku së fundmi u vendos në Prishtinë, është i mirëpritur për arsye që Çeku tashmë një kohë të gjatë jeton e vepron e besoj edhe domethënë punon në Prishtinë, pra veprimtaria e tij
tashmë është komplet e vendosur në Prishtinë. Prishtina në takon pra gjithve, është kryeqytet dhe në këtë farë formë është njeri i kulturës, shoqërisë civile, i cili ka dhënë pra jo vetëm komunës Prizren, por edhe Prishtinës, është një ministër, në vazhdën asaj që tha zotri Muja, pra Prishtina së shpejti pret, domethënë, aktivitete në rrafshin e kulturës e sportit, sidomos në aspektin ndërkombëtar, edhe për fund kushtrim. Mendoj që ndër opsionet të cilat sigurisht zotri Kurti ka pa të mundshme, zotri Qekun e ka pa si opsionin më të mirë, i cili mund garoj edhe mund ta fitoj Prishtinën përballë kryetarit aktual. Mendoj që zotri Qeku ka shanset, ka përkrajen, mendoj edhe fitoren e mundshme, të cilën sigurisht do ta jetësoj në zgjedhjet lokale. Dhe nëse Qeku konfirmohet për Prishtinë, a do të thotë se Artan Abrashi do të konfirmohet për Prizren, zoti Rexhaj, dhe po shoh që Muja tani po të buzëqesh në këtë moment se po e vren pak sikletin tek ju, edhe pse ti në fytyrë nuk po më jep grimasa kështu të veçanta, ama publiku besoj që i sheh këto sera. Po zotri Muja tash sigurisht kanë pas pyetjen për Mitrovicin, edhe ja shoh fytyrën aty. Pastaj e shohim atë. Do ta ketë. Ngjyrën e fytyrës së Mujës, po sigurisht mendoj që jemi në procesin e fundit ku në emrin e të portfolurve është edhe zotri Abrashi, për kohët të tjerë. Mendoj që pra jemi në fazën e fundit ku edhe ne vendosim kandidatin. Kjo sigurisht po shkon në diskutimet të cilat po ndodhin brenda kryesisë së Prizrenit. Ka ende opsione tjera apo vetëm ka mbetur zyrtarizimi, zoti Rexhaj? Gjithmonë ka. Informacionet e mia janë që ka mbetur vetëm zyrtarizohet. A kam me drejtë ose jo? Gjithmonë pra ka mundësi për opsione dhe gjithmonë ka mundësi për diskutime. Këtu më varet vullneti i Abrashit që domethënë edhe ai duhet me thonë fjalën e vet, duhet me thonë edhe kryetari i lëvizjes vendosin këtë rast zotri Kurti. Pra mendoj që emri i Abrashit është emër serioz në domethënë i cili mund ta sfidoj edhe ta fitoj kryetarin aktual, i cili është ndërkryetar i cili pra nuk i ka sjell gjatë mirë Prizrenit, meqense jam edhe i Prizrenit. Besoj që s'po du me kalu në këtë temë tash në temë lokale. Kjo pa merak se kjo tema lokale është në interes publikut dhe unë kam shumë shikues nga Prizreni, cili ti përshëndes gjitha